Zgjedhja e shkollës së lartë është një nga vendimet më të rëndësishme që një maturant mund të marrë, pasi ajo ndikon jo vetëm në rrugën profesionale, por dhe në zhvillimin personal. Ky proces nuk është i thjeshtë dhe shpesh përfshin shumë aktorë, ndër të cilën ndikimi i familjes që luan një rol kyç. Dua të vazhdoj për ekonomik dhe menaxhim. Prindrit ka qenë iniciativa që unë të shkoj edhe jashtë shtetit dhe të studioj edhe për këtë deg. Ekonomia ka shumë të ardhme në çdo vend, pasi çdo ditë më shumë kërkohen punët nëpër banka apo financier, janë punë shumë të kërkuara, ndryshe nga disa punë të tjera. Kam vendosur të studioj për informatikë ekonomike, për shkak se janë dy kompetenca ku unë ndihemi i sigurt. Prindrit tuaj si e kanë pritur këtë vendim? Kanë qenë absolutisht dakord dhe nuk është se kam patur ndonjë preferencë shumë të madhe kur drejt një drejtimi që unë dua të marr në jetën time, për sa i përket studimeve në universitet. Nuk ju kanë sugjeruar, po themi diçka tjetër që ata mendonin se mund të jetë më mirë? Po, na kanë sugjeruar duke marrë parasysh dhe mesatare, më shumë kanë anuar tek pjesa e mjekësisë, por në fund të fundit është më kanë thënë që zgjedhja jote dhe ti e di më mirë se çfarë duhet të bësh. Sa i përket prindërve, disa shprehen se kanë mbështetur zgjedhjet e fëmijëve, ndërsa të tjerë thonë se fëmijët kanë ndjekur vullnetin e tyre për degët që ata mendonin idealet. Ç'kemi thënë ne na kanë dëgjuar. Kurse tani është më ndryshe. Ka shumë shkollë i keni orientuar ju? Po ne për infermiere, për ekonomik. Keni qenë dakord me zgjedhjet e shkollave që kanë bërë? Po, ne ishim të përkushtuar ka shik fëmijëve. Edhe studiojmë dhe është doktoresh në Francë. Tjetra ka marrë për mësuesi, djalin e ka ushtarak. Nuk kishit dëshirë të kishin ndonjë profesion tjetër nga ajo që zgjedhën? Jo, profesionin e tyre që dish. Ndërsa është e rëndësishme të dëgjohen këshillat e familjes, është po aq e rëndësishme që maturantët të marrin informacion mbi programet e studimit, mundësitë e punësimit dhe pasionet e tyre personale, pse jo të konsultohen dhe me profesionistë të fushave të ndryshme për të vlerësuar se çfarë u përshtatet më shumë.